Po më shqipni kusht ka qit me kry I ke pas qenë sponjana Urat e dheo të tjërë shpina Po në përmjet gjithave të tjerave, edhe kjo problem kishim mangut. A thua, a ish mirë jemi ne me të gjitha problemet e tjera sa të filloj me këto budalliqe tani prap nga e para? Vite me radhë ne kemi urryer politikën e jashtme greke që paguan ato pseudo-minoritete në jug, të thonë që janë grek. Vite me radhë kemi urryer faktin se si politika serbe I shtyp shqiptarët në çdo territor të tyre që kanë. Dhe vite me radhë po ashtu ne e kemi neglizhuar faktin që Turqia bën të njëjtën gjë. Për një arsye kaq cinike sa fasada e politikanëve tanë me politikën turke, ne kemi menduar që çdo gjë është në rregull. Ne kemi haruar që statuet e Skënderbeut mbulohen edhe fshihen sa herë që diplomatët turk arrin në Shqipëri. Ne kemi haruar që shumë nga shqiptarët që janë në Maqedoni flasin turqisht me njëri tjetrin, sidomos në Shkup. Ne kemi haruar ose nuk duam të shohim faktin që politika turke është e njëjtë si politika greke në Shqipërinë e Mesme, në Maqedoni, në Kosovë dhe në Maltëzi. Retorika ka bërë Erdogani në Kosovë, ka thënë që Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Shumë mund ta lexojnë si një shprehje dashamirësie, një shprehje mbështetje. Po bashkë me mbështetjen vjen edhe vasaliteti. Është shtuar jashtëzakonisht shumë ky mlefi ndaj Skënderbeut nëpërmjet disa kanaleve nëpër social media, nëpërmjet disa personave të ndryshëm që me siguri kanë një agjendë që e ndjekin. Po thonë se Skënderbeu është qafir se ka luftuar kundër Turkut, po thonë që Skënderbeu është I lig sepse ka vrarë musliman, po thonë që nuk është heroi ynë kombëtar. Edhe këtë e thonë normalisht në gjuhën shqipe. Kjo shtresë turkofile, kjo shtresë anti-shqiptare ka arritur në atë pikë sa nuk mund të injorohet më. Shqiptarët e Maltëzi, Maqedonisë, Kosovës, po edhe shqiptarët e Shqipërisë, pas rënies së Skënderbeut dhe gjatë pushtimit otoman, kanë pranuar islamin për poste politike dhe për mos të pëndjekur, për mos të paguar taksa. Të tjerë që ishin implikuar, pa pasur të drejtë zgjedhje, pa asnjë gjë tjetër. Pas rënies së otomanëve, për të gjithë ata që nuk e dinë, pas rënies së otomanëve është periudha ku Sanxhaku dhe Malizi janë kthyer masivisht në islam. Dhe jo se është fe më e mirë nga të tjerat, se është e njëjta gjë. Ja thjesht versione të ndryshme të njëjtës fe. Por ata u konvertuan vetëm për të pasur një bazë kundërshtimi me slavët që donin t'i asimilonin, sepse dhe atje ortodoks dhe katolik ka pas, siç ka pas edhe musliman. Ata Islami ndihmoi të qenit musliman shqiptar, ata I ndihmoi të mos shkatëroheshin, të mos harroheshin. Kurse këta pseudo muslimanët sot neve po na thoka që Skënderbeu është gjëja më e keqe që ka ndodhur Shqipërisë. Sepse ka luftuar musliman, sepse ka luftuar Turkun, sepse ne me Turkun pas kemi pasur një aleancë, ku fakti që ne jemi këtu si jemi sot, kaq të vegjël sa jemi, arsyeja kryesore është Turku. Pse do thonë ju, pse është Turku arsyeja kryesore? Po sepse Turku neve me nder na ka shkërdhyer në bab. Na mori nderin, na mori familjen, na mori emra, na mori gjuhën. Se nuk është vetëm kisha ortodokse greke që e ka mallkuar gjuhën shqiptare. Edhe Islami turk e ka mallkuar gjuhën shqiptare. Sepse në të njëjtën kohë kur serbi dhe greku kishte të drejtë të vinte në shkolla të mësonin gjuhën e tyre, të ndiqnin fenë e tyre, e të ndiqnin traditat e tyre, iniciatorët shqiptar për të njëjtat gjëra u vranë një nga një, pa mëshirë. Në çdo familje aristokratës apo në çdo familje kryesore në Ballkan, në Bullgari, në Maqedoni, në Serbi, në Greqi, merreshin fëmijët edhe dërgoheshin për të bërë jeniçer. Ama në asnjë vend më shumë se sa në Shqipëri. Ka pasur fshatra me radhë në të gjithë veriun, ku pasi kanë kaluar turqi nuk ka pasur më asnjë person, sepse I vrisnin burrat në moshë, I vidhnin fëmijët, I vrisnin edhe gratë ose I merrnin si sklev. Na implikuan ata identiteti gjas me jemi vlezër. Ne që kemi vlezër? Po pse ato 500 vite për çfarë ishin? Për asnjë gjë? 500 vite vuajtje? Një masë e madhe rilindasish që dhanin jetën edhe të gjithë karrierën e tyre për pavarësi. Pse bën ata këtë nëse ne pas kemi qenë vëllezër? Nëse Skënderbeu pas ka qenë I lig ka qenë dhe Naim Frashëri. I lig ka qenë edhe Hoxh Vebi Dibra, edhe Hoxh
Hasan Tasini, sepse dhe ata kanë nënshkruar në pavarësinë e Shqipërisë ndaj turqëve. Kjo që ju lexoni dhe dëgjoni sot nuk është fe, nuk është as islam, as muslimanizëm. Kjo që juve bëni sot është një antishqiptarizëm i pastër, pa u dalluar nga ai i serbit apo i grekut. Shumë figura të rëndësishme muslimane ne kemi pasur. Shumë figura të tjera dhe bektashie, shumë figura ortodokse e shumë figura të krishterë katolike. Edhe juve mendoni që të gjitha pas kanë qenë palaco, pas kanë qenë dyrësira, sepse pas kanë tradhtuar fen apo ideologjinë e tyre. Për ju që thoni me turkun, të tjerë që thoni me grekun, me serbin, apo dhe me italin. Turk nga vetja, nuk ju vjen? Pak moral, nuk keni? Si u nxëgoja këto ndyrësira që nxjini për ditë dhe që ushqeni brezit e rej, që i fusin atë doktrinën tuaj të ndyrë, sepse shumica atyre që kanë lexuar nuk janë aq ignorancë të besojnë këto teori tuaja. Ka qenë Skënderbeu, çka ka qenë. Kur tallesh me kisha, kur tallesh me peshkop, thonë të gjithë apo bo anti-kristian, anti-ortodoks, ose në rastin e muslimanëve kur tallesh apo bo anti-islamik, nuk kemi të drejtë të ushtrojmë fenë të gjitha. Kur u tallkeni dhe kur e shakeni erojin e kombit, thjesht po shprehni mendimin tuaj, a jeni normal? Ai i shkreti atje ku është në varr, rrotullohet tash nga inati. Pse i shpëtova unë? Pse i bëra unë 25 vjet rezistencë? Me qindra figura rilindasish, që jo vetëm kanë qenë musliman, por edhe që janë lindur, janë rritur në Turqi, kanë bërë shkollën në Turqi, apo ku ta di unë. Rrokullisën në varret e tyre kur shikojnë edhe kur dëgjojnë këto marrëzira që juve nxjerrin nga goja. Turp t'ju vi edhe hajri mos e pas. Në vend të fokusoheni në ato çfarë na mbajnë së bashku, të qeni shqiptar, të njëjtat probleme, të njëjtat vështirësi ekonomike, të njëjtat vështirësi politike, të gjitha ato që po na ndodhin rreth e qark. Në vend të fokusohemi për të ecur të gjithë bashku përpara, juve ignorant të shkallës së fundit, jeni të fokusuar se çka ka qenë Skënderbeu. Juve ignorant që nuk e dini fare se kush është Skënderbeu, që nuk e keni lexuar as pak. Juve plera që paguheni nga Stambolli apo ku di unë. E kur i dëgjoni këta pisa, në nuk doni që nxehet gjaku i ignorojni, por nëse gjaku ju është nxehur gjaku, atëherë ktheuni me fjalë historike. Mos u bëni të ndihen aq mut sa janë, sepse ata thellë vet e din, ose nëse nuk e din do ta kuptojnë kur në bisedat që ata do të kryejnë me persona që kanë përgjigje, që janë të shkolluar, që janë të lexuar, do jenë gabim në çdo lloj drejtimi. Feja e shqiptarit të shqiptaria, dhe kjo nuk është klishe, kjo nuk është asnjë thirrje nacionaliste, nuk është asnjë paradoks, asnjë gjë tjetër. Është vetëm ajo gjë që ne na ka mbajtur gjallë në të kaluarën dhe do të na mbajë gjallë për më shumë kohë, sepse ne kemi bekimin më të madh. Nëse jeni ateist nga natyra, nëse jeni besimtar nga Zoti, ne jemi më të bekuar në të gjithë Ballkanin. I morëm ashtu si i morëm, sepse mos ta harojmë, edhe ata muslimanë që ishin aty, domethënë, edhe turqit kur erdhën, nuk është se i thanë të krishterëve, domethënë, ç'kemi si jeni, hajde pim një kafe. I vrani, i përdonuan me radhë, siç ka bërë çdo pushtues, Lufta është luftë. Pranohet fakti, po nuk mund të mohohet qëllimi. I morëm ashtu si i morëm të treja fet, apo edhe sekte të ndryshme të tjera. Pavarësisht se si erdhën, shumica kanë ardhur me dhunë, po gjithsesi, ne arritëm të zhvillonim vetë. Kishim klerik, imam, priftërinj, të cilët e zhvilluan atë fe për kombin shqiptar në një mënyrë shqiptare dhe gjetën në periudhat më të vështira një mënyrë se si të bashkëjetonin me njëri tjetrin për të bërë ballë të gjithave sulmeve që vinin nga jashtë. Edhe ne nuk mund ta shkatrojmë këtë tani. Ne nuk mund ta shkatrojmë këtë punë që breza me radhë intelektualësh janë munduar ta mbajnë gjallë dhe ta vajisin gjithë kohës se të jetë funksionale. Ne nuk mund të themi që ky është islamist, ky tjetri është krishtar apo budalliqe të tilla. Ne jemi këta që jemi, i kemi të gjitha. Për çdo lloj negativiteti që vjen nga çdo lloj ane, thjesht mbylleni gojën se lat kokën e namit. Faleminderit që na ndiqni. Ju faleminderit për suportin tuaj. Na gjeni si gjithmonë në të gjitha platformat e podcasteve, në YouTube, në Instagram, Facebook, LinkedIn. Ju lutem të shpërndani podcastin dhe monologët, të lini like, koment, të lini mendimet tuaja. Për të gjithë ata që janë të interesuar për një suport të mëtejshëm, na gjeni edhe në Patreon dhe në Buy Me a Coffee për donacione. Faleminderit dhe dëgjojmë mirë tjetër.